Përshëndetje, po ndiqni faqja 4, unë jam Jeta Kasemi. Unë jam Sali Doçi, do t'jemi së bashku për gjatë minutave në vijim për të parë zhvillimet kryesore në arenën ndërkombëtare, por në nisje të kësaj hapësire informative do të ndalemi fillimisht tek ngjarjet kryesore në vend. Vijëm së bashku me zhvillimet kryesore ndërkombëtare, 2 gjyqtar federal i quajtën të palishme pushimet nga puna në administratën e Donald Trump dhe kërkuan rikthimin e detyrë të shkarkuarve. Sipas vendimit gjyqësor, shkarkimet u kryen nga një zyrtar që nuk kishte autoritet ligjor për këtë çështje. 2 gjyqtar federal kanë urdhëruar administratën e presidentit amerikan Donald Trump që të rikthejë mira punonjës të shkarkuar nga puna në mënyrë masive nga Agjencia për Eficiencë të Qeverisë, që drejtohet nga njeriu më i pasur i botës, Elon Musk. Vendimi vjen pasi u gjetën shkelje ligjore në mënyrën se si u realizuan pushimet nga puna. Në San Francisco, gjyqtari William Alsup konstatoi se shkarkimet u udhëhoqën nga një zyrtar që nuk kishte autoritet ligjor për këtë çështje. Në Baltimore, gjyqtari James Bredar deklaroi se punojësve nuk ju ishte dhënë njoftimi i detyrueshëm paraprak prej 60 ditësh. Më shumë se 24.000 punonjës që ishin në periudhën e provës bazuar në kontratën e tyre janë pushuar nga puna nga administrata e presidentit amerikan Donald Trump. Administrata e republikanit argumenton se shkurtimet masive nga puna u bazuan në performancën e punonjësve dhe jo në atë që është konsideruar se lidhet me shkurtimet e shpenzimeve të qeverisë. Megjithatë, gjyqtari San Francisco kritikoi qeverinë Trump duke thënë se disa prej punonjësve kishin vlerësime të shkëlqyera përpara se të largoheshin nga detyra. Vendimi i 2 gjykatave për punonjësit e shkarkuar nga Departamenti i Mbrojtjes, Bujqësisë dhe Thesarit, administrata e Trump ka apeluar menjëherë vendimin, duke cilësuar si ndërhyrje në të drejtën e presidentit për të punësuar dhe shkarkuar stafin shtetëror nga puna. Një koalicion sindikatash dhe organizatash paditi qeverinë duke akuzuar për shkelje të rregullave të shërbimit civil. Shtetet që ngritën padi pretendojnë se shkarkimet po ndikojnë negativisht në administratat e tyre lokale. Gjykata ka urdhëruar qeverinë të raportojë për çdo punonjës të prekur dhe të ndalojë përkohësisht shkarkimet e mëtejshme. Donald Trump përçan gështatën në një takim të grupit që përmbahet në Kanada. Amerika ka refuzuar që ta quajë Rusin një shtet agresor pas 3 viteve luftë në Ukrainë. Të njëjtin qëndrim Washingtoni e kishte mbajtur më parë për gjatë disa javëve të shkuara edhe në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Shtetet e Bashkuara vijojnë të refuzojnë sërish që të quajnë Rusin shtet agresor mbi pushtimin e saj ndaj Ukrainës 3 vite më parë. Pas refuzimit për ta bërë diçka të tillë në një rezolut të Kombeve të Bashkuara, situata është ripërsëritur në takimin e ministrave të jashtëm të gështatës që po mbahet në Kanada. Në këtë takim Shtetet e Bashkuara po përfaqësohen nga sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio, i cili ka refuzuar që në deklaratën finale të këtij samiti 2 ditor, Rusia të quhet një shtet agresor. Sipas asaj që raporton media britanike BBC, Washingtoni zyrtar ka refuzuar diçka të tillë, duke theksuar se është e nevojshme që të ketë një shmangje të gjuhës së miqësore me Moskën në një kohë kur ka negociata për fundin e luftës në Europën Lindore. Deklaratat e mëparshme të gështatës kanë përmbajtur kritika të ashpra ndaj Rusisë, duke dënuar pushtimin e saj në Ukrainë. Por deklarata e kësaj here pritet të ketë një ton më të butë për shkak të kundërshtisë së Washingtonit për ta konsideruar Rusin shtet agresor. Vendet europiane kanë mbështetur planin e Donald Trump për një armëpushim urgjent në Europën Lindore, megjithatë ato këmbgulin se Rusia duhet të dënohet për pushtimin e saj. Në takimin 2 ditor të ministrave të jashtëm të gështatës, i cili pritet të mbyllet me një deklaratë përfundimtare të miratuar nga të gjithë vendet, po diskutohet jo vetëm për luftën në Ukrainë, po gjithashtu edhe për një sër çështjesh të tjera që lidhen kryesisht me aspektin industrial dhe atë ekonomik. Nga tarifat tregtare do të vuajnë të gjithë, veçanërisht palët e përfshira. Paralajmërimin e ka lëshuar presidentja e Bankës Europiane, pas të cilës masat e ashpra do të vënë rrezik stabilitetin ekonomik dhe pritet të nxisin inflacionin. Ndërsa Bersh në raportin e fundit ka ulur pritshmëritë për ekonominë globale, ku nënvizon se tarifat veç tregtisë do të cënojnë edhe prodhimin e investimeve të huaja. Lufta tregtare e Donald Trump do të ketë pasoja të rënda për ekonominë globale dhe inflacionin. Paralajmërimin e ka bërë presidentja e Bankës Qendrore Europiane, Christine Lagarde, sipas të cilës nga masa tarifore do të vuajnë të gjitha palët e përfshira. Sipas presidentes Lagarde, tregtia pritet të dobësohet ndjeshëm, ndërsa çmimet pritet të kthehen rritjes duke zbehur përpjekjet e bankave për ta kthyer inflacionin objektiv. Ruajtja e stabilitetit ekonomik në një epokë të re do të jetë një detyrë e vështirë dhe do të kërkojë një reagim monetar shumë të kujdesshëm, nënvizoi Lagarde. Ndërkohë Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim thotë se tarifat do të kenë efekte të ndryshme në varësi të shteteve, nisur nga raportet tregtare që kanë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Në vlerësimin e fundit, parashikon një tkurrje të ekonomisë globale nga 3.5% në 3.2% për këtë vit, pikërisht nga impakti i masave tregtare. Pasigurit e shtuara pritet të kenë një impakt konsiderueshëm veç tregtisë edhe në prodhim dhe në drejtim të investimeve të huaja. Tensionet tregtare të kombinuara me luftën e vazhdueshme në Ukrainë, por i formsojnë modelet e investimeve të huaja direkte sipas Bergh. Investimet midis perëndimit, veçanërisht Europës dhe vendeve që kanë vendosur sanksione ndaj Rusisë dhe lindjes, janë ulur ndjeshëm. Si rezultat, shumica e këtyre investimeve janë zhvendosur drejt ekonomive lidhëse, pra vende që mbajnë marrëdhënie të forta me dy bloqet. Sytet gjithë botës janë mbi atë se çfarë do të ndodhë në marrëdhënie transatlantike mes Donald Trump, kreu të Shtëpisë së Bardhë dhe vendeve europiane, ku sigurisht ka aleanca të rëndësishme përtej Washingtonit dhe Bashkimit Evropian, një aleancë që i bashkon të gjithë së bashku Perëndimin dhe Shtetet e Bashkuara, është edhe NATO, dhe kemi sekretarin arrit NATO-s Mark Rutte, i cili duket se është një figurë që pëlqehet nga Donald Trump, e takoi atë edhe përpara se të fitonte zgjedhjet presidenciale të nëntorit në rezidencën e tij në Mar-a-Lago dhe ishte gjithashtu mysafiri i tij në Shtëpinë e Bardhë vetëm një ditë më parë, ku kjo pati një konferencë për mediat, e cila u bë nga dhoma lindore e Shtëpisë së Bardhë, dhoma e pritjes, ku në fakt pati edhe të qeshura, apo jo Jeta? Po pati të qeshura përsa i përket në fakt disa komenteve të presidentit amerikan në lidhje me politikat e brendshme. Duhet thënë se Mark Rutte, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, dhe Donald Trump, çështjen kryesore kishin pikërisht edhe konfliktet globale, specifikisht situatën e Europën lindore, por gazetarët prezent i bën pyetje Donald Trump në lidhje me dëbimet masive të emigrantëve të paligjshëm, të cilat do doja të rikujtoja se Donald Trump në fjalimet e tij shpesh i cilëson si alienët e paligjshëm, kriminalët edhe të sëmurët e shëndetit mendor të cilët kanë pushtuar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në fakt, specifikisht pyetja e gazetarës kishte të bënte me numrat e emigrantëve të paligjshëm gjatë administratës Biden, të cilat sipas Donald Trump kanë qenë totalisht të rreme edhe false, jo të vërteta, dhe të vërtetat janë ato që ka deklaruar, në fakt ka pasqyruar dhe administrata e Trump. Teksa fliste pikërisht në lidhje me situatën e emigrantëve të paligjshëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Donald Trump bën një batut, duke referuar në fakt trafikantëve të lëmëve narkotike, të trafikut të drogës. Ai i thot sekretarit përgjithshëm Mark Rutte se Hollanda nuk ka probleme të tilla me emigrantët e paligjshëm apo alienët e paligjshëm, edhe ndoshta këta trafikantët do t'ia dërgojmë dhurat Hollandës, ta kuptojnë edhe ata se si është jeta në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duhet thënë se gazetarët të gjithë një zëri në korë qeshëm, por Mark Rutte u shfaq mjaft i sikletosur, duke mos e ditur se çfarë të thoshte. Në atë moment tha, nuk jam e sigurt nëse është ajo që e vërtet ajo që thua ti i drejtohet Trump, përsa i përket fjalës së Donald Trump se në Hollandë situata është ndryshe, janë shumë herë më të sigurt e të qetë. Ndoshta do ta kuptonin, po ta provonin vetë. Ndërkohë, ne do të vazhdojmë me të tjera informacione për të mbetur sërish tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku një avion i American Airlines është përfshirë nga flakët gjatë uljes në aeroportin e Denverit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pasagerët u evakuan me emergjencë, por 12 prej tyre pësuan lëndime të lehta. Avioni bëri ulje të detyruar pasi ekuipazhi kishte raportuar dritje të forta të motorit për gjatë kohës së fluturimit. Një avion i American Airlines me 178 persona në bord u përfshi nga flakët në pistën e aeroportit ndërkombëtar të Denverit në Colorado, pasi kreu një ulje emergjente të njëjtën në mbrëmje. Të gjithë pasagerët u evakuan në mënyrë të menjëhershme përmes kraut të avionit dhe atyre që njihen si rrëshqitësit e emergjencës. Autoritetet aeroportuale konfirmuan se 12 pasagerë u dërguan në spital me lëndime të lehta. Ngjarja ndodhi rreth orës 18 me orën lokale në Shtetet e Bashkuara pasi avioni Boeing 737-800 i nisur nga aeroporti Colorado Springs drejt Dallas Fort Worth u detyrua të devionte për në Denver për shkak të një problemi me motorin. Administrata Federale e Aviacionit njoftoi se ekuipazhi kishte raportuar se kishte dritje të forta të motorit për gjatë fluturimit. Pas uljes ndërsa po drejtohej drejt portës së embarkimit, një nga motorët mori flak duke detyruar pasagerët të evakuohen menjëherë. Ekipet e emergjencës ndërhyjnë në mënyrë të menjëhershme duke bërë shuarjen e shpejtë të flakëve. American Airlines sqaroi në një deklaratë se të gjithë 172 pasagerët dhe 6 anëtarët e ekuipazhit u evakuan në mënyrë të sigurt dhe u sistemuan në terminal. Kompania dërgoi një avion zëvendësues për të vijuar fluturimin drejt Dallasit.
Hetimet nga Administrata Federale e Aviacionit do të përqendrohen tani më për të kuptuar shkaqjet e zjarrit dhe nëse kishte ndonjë neglizhencë në kontrollin teknik të avionit. Për gjatë muajve të fundit janë shënuar disa incidente ajrore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku më i rëndi ishte ai muaj janar ku si besoi përplasjes së një avioni me një helikopter ushtarak në Washington DC humbën jetën 67 persona. Administrata e Donald Trump ka pushuar nga puna mira punonjës të Administratës Federale të Aviacionit, duke arsyetuar se këto hapa po merren për uljen e kostove qeveritare. Qindra protestues kanë kërkuar brenda godinës Trump Tower në New York lirimin e aktivistit palestinez Mahmoud Khalil. Policia ka arrestuar rreth 100 nga demonstruesi që mbanin në duar pankarta në mbështetje të Palestinës dhe kundër armatosjes së Izraelit. Khalil u arrestua pasi mori pjesë në protestat pro-Palestinës në universitetin e tij. Administrata e Trump i hoqi atij kartën jeshile, Green Card, edhe pse ai ishte një resident në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe i martuar me një shtetase amerikane. Rreth 100 persona u arrestuan në protestat para Trump Tower në Manhattan të New Yorkut. Qindra njerëz u mblodhen me pankarta në mbështetje të Palestinës dhe kërkuan ndalimin e dërgesave të armëve për Izraelin. Protesta u organizua nga Zëri Hebrej për Paqe dhe demonstruesit mbanin bluza të kuqe që lexonin "Jo në emrin ton" dhe hebrejt thon stop armatosjes së Izraelit. Ata bën thirrje për lirimin e Mahmoud Khalil, një aktivist palestinez i arrestuar për përfshirjen e tij në demonstratat pro-palestineze në Universitetin Columbia. Khalil, një rezident në SBA, ishte i martuar me një shtetase amerikane. Ai u arrestua nga agjentët federal në shtëpinë e tij në New York, pasi administrata Trump i hoqi kartën jeshile. Në një postim në Truth Social për rastin e fjalë, Trump shkroi se kush përkrah terrorizmin dhe është në kundërshtim me interesat kombëtare dhe ato të politikës së jashtme të SBA, nuk është i mirëpritur. Avokatja Khalil ka thënë se qeveria amerikane u akmor ndaj klientit të saj për shkak se ai foli në mbrojtje të palestinezëve dhe se ai është arrestuar për ushtrim të së drejtës së tij për lirinë e fjalës. Rasti në dukje i parë i këtij lloji tregon se çfarë mund të ndodhë me raste të ngjashme në të ardhmen, pasi administrata Trump ka në shënjestër studentët e huaj dhe demonstratat pro-palestineze në kampuset e kolegjeve. Khalil po mbahet në paraburgim dhe gruaja e tij është 8 muajshe shtazan dhe shtetase e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, një refugjat palestinez i rritur në Siri. Khalil po ndishte shkollën pas universitare në shkollën e çështjeve ndërkombëtare dhe publike të Universitetit të Kolumbias, kur Hamasi sulmoi Izraelin më 7 tetor të vitit 2023. Pasi studentët filluan të protestonin në universitet, Khalil u caktua për të përfaqësuar një koalicion grupesh studentore në diskutimet me administratorët e shkollës. Përpara ai kishte deklaruar për mediat amerikane se ndjente detyrën për të folur në emër të popullit të tij. Dalemi tani në zhvillimet kryesore rajonale. Serbët e Bosnjës kanë miratuar një ndryshim kushtetues që u jep atyre mundësinë të ndahen si shtet më vete. Kuvendi i Republikës Srpska miratoi draftin e një kushtetute të re, ndërsa disa ditë më parë prokuroria e Bosnjës nxorri urdhër arresti për Milorad Dodik me pretendimin të cënim të rendit kushtetues në vend. Lëvizja e Dodik heq sigurisë një bombe që mund sjell shpërbërjen e Bosnjë-Hercegovinës 30 vite pas marrëveshjes së Daytonit që i dha fund luftës etnike. Drafti një kushtetute të re që synon ta përcaktojë si shtet më vete entitetin serb të Bosnjë-Hercegovinës është miratuar nga Asambleja Parlamentare e Republikës Srpska. Me kushtetutën e re, ndër të tjera, liderët e Republikës Srpska synojnë ta përcaktojnë këtë entitet si shtet të popullit serb, të japin të drejtën e vetëvendosjes dhe të krijojnë ushtrinë e tyre. Drafti, i cili u miratua me 50 vota pro dhe 8 kundër orët e vona të sejndes në Banja Luk, tani do të kalojnë një debat publik 30 ditor, pas të cilës Komisioni Parlamentar për çështjet kushtetuese do të hartojë një propozim që më pas do të debatohet sërish në Asamblen Kombëtare. Kjo është një lëvizje tjetër për ndarjen e Republikës Srpska nga Bosnja e liderëve të këtij entiteti, pasi javën e kaluar Asambleja miratoi ligje që ndalojnë punën e institucioneve shtetërore të drejtësisë së Bosnjës në territorin e këtij entiteti. Veprimet e liderëve të Republikës Srpska janë kundërshtuar nga opozita në këtë entitet dhe janë dënuar nga Bashkësia Ndërkombëtare.
Zyra e përfaqësuesit të lartë në Bosnjë-Hercegovinë e etiketon këtë veprim si një sulm të drejtë dhe të qëllimshëm ndaj rendit juridik të vendit. Kjo kushtetut është në kundërshtim me kushtetutën e Bosnjë-Hercegovinës, duke shkelur kështu në thelb marrëveshjen e Daytonit. Për ta kaluar kushtetutën e re, nevojitet një shumicë prej 2/3 në Asamblen Parlamentare ose 56 nga 83 deputet. Shumica e mbledhur rreth aleancës së socialdemokratëve të pavarur të Dodik ka 53 deputet, që do të thotë se të paktën 3 deputet të opozitës duhet të votojnë kundër liderëve të partive, të cilët në përgjithësi kanë thënë se nuk do të votojnë për kushtetutën e re. Një ditë përpara protestës kombëtare në Serbi, studentët kanë bërë thirrje për një tubim paqësor. Mediat në Beograd shkruajnë se me 15 mars parashikohen trazira dhe përplasje. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka deklaruar se protestat do të jenë dhunshme, ndërsa do të bëjë gjithçka për të mbrojtur institucionet. Një ditë larg protestës së 15 marsit paralajmëruar prej kohësh nga studentët në Serbi, këta të fundit bëjnë thirrje për tubim paqësor. Përmes një deklarate të shpërndar nga profesorët e universiteteve të Serbisë në emrin e studentëve dhe rektorateve, kërkohet nga institucionet shtetërore, media dhe të gjithë aktorët politik që të merren të gjitha masat për të parandaluar përplasjet fizike dhe konfliktet e çdo lloji në organizimin e të shtunës. Ka qenë vetë presidenti i vendit Aleksandar Vučić ai i cili ka deklaruar se këto protesta do të jenë të dhunshme dhe se shteti do të bëjë gjithçka për të mbrojtur institucionet e veta, përfshirë këtu edhe arrestime masive. Edhe kryetarja e kuvendit Ana Brnabić parashikon se në rrugët e kryeqytetit do të ketë dhunë, por duke akuzuar se pas akteve të tensionuara nuk do të qëndrojnë studentët, por opozita që po përpiqet të përdori politikisht këtë situatë. Qëndrimeve për 15 marsin janë bashkuar edhe Ministria e Punëve të Brendshme, e cila njofton se do të marrë të gjitha masat që tubimi të vazhdojë me dinjitet pa rrezikuar rendin dhe qetësinë publike, ndërsa Prokuroria e Lartë Publike në Beograd do bën thirrje të gjithë pjesëmarrësve në tubim që të respektojnë rregullat e një tubimi paqësor. Protesta e studentëve është diskutuar edhe në Komisionin e Sigurisë. Grumbullimi i studentëve dhe qytetarëve që mbështesin këtë protestë ka nisur disa orë përpara në atë që njihet si Parku i Pionerit në Beograd. Mes tyre raportohet se kanë shkuar edhe serb të veriut të Kosovës, zyrtar të partisë përparimtare serbe në pushtet dhe mbështetës të presidentit Vučić për të shprehur qëndrimin e tyre pro qeverisë së tij, ndryshe nga qëndrimi dhe kërkesat e studentëve. Sipas Vučić, nga podcasti Djalit të Madh të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, vizita e të cilit në Beograd u lexua si mbështetje për të, kjo protestë po sponsorizohet nga jashtë me qëllim destabilizimin e vendit. Rikthehemi në faqe 4 për të parë të tjera zhvillime ndërkombëtare. Në Shqipëri festuam ditën e verës, por në Indi, Nepal dhe në Sri Lanka festohet festivali Holi apo festivali i ngjyrave, i cili ka, le të themi, të njëjtën konotacion, pikërisht edhe largimin e dimrit dhe ardhjen e pranverës. Miliona besimtar hindu mbushin në fakt edhe rrugët kryesore dhe sheshet qendrore në qytetet respektive, por duhet thënë se edhe diaspora hindu ka bërë punën e vet, ku tashmë festivali Holi nuk festohet vetëm në Indi, Nepal apo Sri Lanka, por në të gjithë botën ku besimtarët hindu bëhen bashkë, edhe dihet tashmë se ajo që e përkufizon dhe bën këtë festival edhe më interesant është fakti i prezencës së ngjyrave, ngjyra të larmishme, të ndritshme, të cilat hidhen në formën e pluhurave drejt besimtarëve apo ndoshta edhe në formë likuide. Kështu festohet në fakt edhe festivali Holi, festivali i pranverës apo i ngjyrave, që duhet thënë se nis në mes të muajit mars dhe vijon për disa ditë në varësi të rajonit ku festohet. Çdo vit shohim në fakt pamje të cilat janë mjaft të këndshme edhe njerëzit nga gjithë bota zgjedhin që të vizitojnë këtë zona në kuadër të festimeve, por edhe si pjesë e turizmit. Pra është bërë tashmë edhe pjesë e paketës turistike. Është përhapur si trend edhe në rrjetet sociale dhe ka edhe në bërë botën që mbajnë festivalet të ngjashme si festa e ngjyrave. Patjetër, por në këtë rast është me pjesë e besimit. E tyre, pra qëndron si pjesë e tyre, ndërkohë që tashmë të jeta do na tregosh se dashuria ndoshta nuk një mosh, do të flasim për një çift aktorësh. Një çift aktorësh të cilët pavarësisht moshës së tyre, ata duket se kanë gjetur dashurinë në të 70-tat. Bëhet fjalë për një aktore të jashtëzakonshme, është Meryl Streep, fituese e çmimeve Oscar, e cila jo vetë publikisht, por nëpërmjet burimeve për mediat amerikane, duket se ka pohuar një lidhje dashurie me kolegun e saj, me aktorin e njohur hollywoodian dhe komedianin Marty Short. Duhet thënë se mes tyre ka një diferencë mjaft të lehtë moshe. Meryl Streep është 75 vjeç, ndërsa Martin Short është
2024. Ata janë parë së fundmi të dy së bashku prezent në ceremonitë të ndarjes të çmimeve, pasi duhet thënë se kemi në muaj që kemi lënë pas, kanë qenë muaj të rëndësishëm për industrinë e kinematografisë dhe të Hollywoodit, ku janë mbajtur disa nga galat e ndarjeve të çmimeve. Meryl Streep dhe Martin Short janë parë së bashku gjithashtu edhe në premierën e serialit Only Murders in the Building, ku rikujtojmë se në sezonin e tretë Meryl Streep ju bashkua edhe kastit të aktorëve në drejtimin, pasi duhet thënë se producente e këtij seriali është Selena Gomez. Është një serial mjaft i suksesshëm në këto 3 vitet e fundit dhe në sezonin e tretë ju bashkua Meryl Streep, ku duket se ka lindur në fakt edhe dashuria me kolegun e saj Martin Short, pasi të dy së bashku edhe në film kanë pasur personazhe që bien në dashuri me njëri tjetrin. Ata në fakt tashmë janë kthyer në një nga çiftet më të preferuara, më të pëlqyera të botës virtuale dhe kanë sjellë mjaft gëzim, jo thjesht për fansat e tyre, por të gjithë personat cilët janë le të themi të apasionuar apo ndjekin pop kulturën edhe industrinë e argëtimit. Do të mbetemi tek industria e argëtimit, por më shumë se sa kjo do të ndalemi tek moda në fakt, e cila shpeshherë asociohet me industrinë e argëtimit për shkak të imazheve apo influencerëve të ndryshëm të cilët përdorin kompani të caktuara, për të folur për tani më për kompaninë Versace dhe për Donatella Versace, e cila njoftoi ditën e njëjtë se po të riqet pas 30 vitesh nga roli i saj si drejtoresh ekzekutive e markës luksoze italiane. Ajo mori drejtimin e kompanisë në vitin 1997, pasi vllai i saj, themeluesi i kompanisë Versace, pikërisht ka qenë Gianni Versace, u qellua me armë jashtë rezidencës së tij në Miami në vitin 1997. Ka ndodhur ky zhvillim, ndërkohë që sipas asaj që kanë zbuluar mediat ndërkombëtare, pasuesi Donatella Versace në rolin edhe në krye të kompanisë Versace do të jetë Dario Vitale, ish drejtori dhe i dizajnit dhe imazhit të markës italiane. Miu Donatella Versace ka shprehur se ka qenë deri jetës së saj që të udhëhiqte kompaninë dhe ta kthente atë në një kompani revolucionare në fushën e modës. Kanë qenë shumë të kritikët cilët kanë vlerësuar rolin e Donatella Versace, ndërkohë që kujtojmë edhe dëshirën e saj për të përfshirë personat njohur në mbar botën në fushatat e kompanisë, ndërkohë që ajo vetë ka qenë edhe pjesë e sfilatave të modës, pjesë e këtyre sfilatave ka qenë edhe këngëtarja shqiptare me origjinë shqiptare, Dua Lipa. Është një ikonë e modës, ajo njihet pikërisht për stilin e saj, për flokët bionde platin legjendare që në kryet herës kur Donatella Versace është bërë personazh publik në kuadër edhe të ndarjes nga jeta të vllait të saj Gianni Versace, ajo nuk e ka ndryshuar në fakt modelin e flokëve. Duhet thënë se është gjithashtu një ikonë për modën ndërkombëtarisht, ashtu siç është edhe shtëpia e modës Versace me bazë në Itali, por vërtet shumë njerëz duket se japin, le të themi, lamtumirën Donatella Versace si drejtuese kreative e shtëpisë së modës, por ajo do të vijojë të jetë edhe brand ambasador, pra ambasadorja e kompanisë së saj dhe brandit saj, pasi Versace është një kompani e cila është familjare dhe i pasohet pikërisht lidhjes së gjakut, është trashëgimi. Drejtuesi kreativ i kësaj kompanie ka përfituar nga fakti se nuk ka qenë kohë merkatoje, duhet thënë, për shkëmbime drejtuesish, pasi gjërat të tilla të ngjashme ndodhin në shumë shtëpi të modës, por ka ardhur në kuadër edhe pas përfundimit të Milano Fashion Week. Për ta përfunduar, do flasim për njëri të jashtëzakonshëm. Jashtëzakonshëm me një forcë të frikshme, ka vendosur 3 rekorde Guinness, është një mundës egjiptian që për te i forcës ti fizike ka edhe dhëmbët më të forta në botë. Mundësi egjiptian në të 40 e ti ka tërhequr trenin 2 tonësh për 40 sekonda, duke vendosur kështu edhe rekordin botëror pikërisht për këtë zhanër, nëse mund ta quajmë, për këtë aktivitet mjaft të dhimbshëm. Ai gjithashtu ka tërhequr edhe 2 ton tren lokomotivat edhe me forcën e trupit të tij dhe ka lëvizur për një distancë për gati 10 metrash dhe është vërtet pamje. Një forcë e natyrës. Kështu mund ta përkufizosh duke pasur parasysh për të forcës fizike edhe qëndrueshmërinë apo atë elementin e fortesës tek organet e tij. Është totalisht e mbreslënse fuqia që ka, që është thjesht i lidhur me një litar me trenin në brezin e tij dhe më pas në gojen e tij me dhëmbe e tërhequr. Nuk e di nëse shqiptarët mbajnë mend që kur ishin të vegjël tek shtëpia kur lëviznin këto dhëmbët e parë, se kjo është pak e turpshme të thuash tani, ishin me ato perën. Me perin. Po, e parasysh dhe imagjino tani sa stërvitje të tilla duhet të bërë ai. Për të hequr dhëmbin me perin dhe s'ka dalë dot, sa duket, ndërkohë ne kemi ardhur në fund faqes 4 edhe për ditën e sotme, por ju kujtojmë se për kërjet më të fundit mund të informoni duke klikuar në abcnews.al, si dhe duke na dëgjuar në radio ABC 105 FM.
Por mos u ndani nga ekrani ABC News, vetëm pas pak do t'jeni me kolegen Habi Hoxha në Balkan Update. Ne ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.